Një person. Një person. Një person. Një person. Një person. Një zë. Një zë. Një zë. Mund të frymëzoj vjetra. Mund të frymëzoj qindra. Mund të frymëzoj mira persona. Ndëroj për të ardhmen time. Të sjellë risi. Të edukoj presat e rinj. Të përmirësoj jetën e njerëzve. Të mirë kuptoj të tjerët. Të mbroj barazin. Të luftoj intolerancën. Të mos përçaj. Të përfaqësoj vendin tim. Dua të dëgjohem. Dua të jem ndryshe. Jap se dua të jem Miss Universe. Miss Universe. Miss Universe. Miss Universe. Jap se dua të jem Miss Universe. Are you ready? Are you ready? I am so glad to be back. The time has come. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. This is Party Te gusta la vida porque esta vida loca, toda la gente le gusta la noche, sí. La noche sexy, las chicas están calientes. Call me Mr. Presidente, toda la gente lo sabe, toda la gente lo siente. Tu sabor latino, solo con él me siento vivo. Vivo me siento cuando estoy contigo. Private party and jacuzzi, everybody go crazy. Hotel with champagne, baby you will scream my name. Come on ladies, you move your body on this sound. Do you wanna make it? Hold the ground. You gotta love. Come on everybody say. Spread your wings and fly, fly, fly. Come on, spread the wings. Spread your wings and fly, fly, fly. Oh yeah. Spread your wings and fly, 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 baby. Come on everybody say. Come on, put your hands in the air. Hacemos el amor suavemente, sí. Como te quiero yo. This is for all the beautiful ladies we have tonight. Come on. Suavemente, sí. Como te quiero yo. Come on, baby. Suavemente, sí. Hacemos el amor suavemente, sí. Como te quiero yo. Oh my God. And just listen. This is Party Starter. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Como te quiero yo, mami. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero. So many beautiful ladies. Oh my God. Come on. I need everybody tonight. Come on. Make some noise for the ladies. I wanna give it to you. As long. Give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Yeah. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, babe. Come on, it's Peppy all the night. Miss Universe Albania 2017. Dini Nunes in the building. That brings. Ra. Come on, let's get crazy.
Just keep, just keep. I wanna Give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Te quiero verla como prima. Rompe el ritmo y dame más. Muéstrame cómo juegas. Mueve tu cuerpo, hácelo. Baila así, mami. Aquí estoy por ti, porque te estoy mirando. Te quiero, me quieres, tú sientes el ritmo. ¿Te gusta? Girls, lo habéis escuchado, yeah. Come on, party people, put your hands in the air. Estoy loco. Oh my God. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you As long, give it to me. just keep, Body pumping, just keep. Toda la vida, mami. This is what I'm talking about. as long as you give it to me. Just keep my body Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping all Me quieres night, baby. tanto. This is the most crazy party. Miss Universe Albania. Come on, let's dance until the morning light. Let's go. We never stop there. So sing to me. I wanna give it to you. As long, You give it to me. just keep, My body pumping. just keep. My body pumping. I wanna give it to you. As long, You give it to me. just keep. My body pumping all night, baby. Así te quiero. Here's what you did to me. I'm giving up on love. Me falling in the sin. Follow you down. What you say? Si me sigues, yo te sigo. Adelante con nuestro destino. A donde voy no puedo escaparme. No lo sé cómo es tu mundo, pero te siento en cada parte. Esta pasión por ti, tengo fe en ti, esperando que me abraces, porque quiero hacerte más y más. Come on. Come on, shake your sexy body. Let's go. That's right, ladies. Come on, everybody with me. Hurry up. Come on, baby. Sueño contigo cuerpo por cuerpo. Yo no te saco de mi mente y me muero. Eres el aire que respiro. Enamorado me tienes, te lo digo. No exista otro hombre que te ama como yo. Soy tuyo por completo. Siéntelo y vámonos a vivir ese amor prohibido. What you say, baby? Come on, make some noise. Here we go. Miss Universe Albania 2017. Dini Nunes, that brings Tirana, Albania. We love you. Thank you very much. Prezantues duhe këtë mbrëmje, Florian Agaliu. Gjithë mirë se keni ardhur në Miss Universe Albania 2017, drejt për së drejti nga Pallati i Kongreseve në Vision Plus. Faleminderit.
Falenderoj gjithashtu edhe vajzat që kaluan me sukses provën e tyre të parë, duke qenë se është hera parë për to në një sfilat me bikini. Do thoni ju, ç'ne ky prap këtu, ky Flori? Po më thoni, kush nga ju do të kishte refuzuar nëse do t'ishte ofruar ky rol për të prezantuar Miss Universin? Të rinte gjatë me vajzat, bënte provat, pinte kafe mbas pune, nuk e di tante dreka, darka, edhe me qëra fjala i thash grua sot mos më prit zgjuar se do shkoj të fle nga një shok. Por nëse për te shakave e ka ndezur atmosferën Didier Núñez me vajzat me bikini. Dhe të them që s'keni parë gjë akoma, nuk e them dot, duke qenë se kemi të tjera surpriza për zbuluar, të tjerë këngëtarë për të kënduar, të tjerë çmim për të dhënë, kështu që sfilata me bikini është vetëm qershia mbi tort. Vetëm pas pak do të marrim vesh se kush do të jetë Miss Universe Albania 2017. Dhe me që jemi te kjo e fundit, unë nuk mund ta prezantoja vetëm këtë event sonte, kështu që do të jem në shoqërinë e një misi. Ajo është Miss Universe Albania 2014, zonja dhe zotërimi, i pritën e me një duar trokitje të madhe, Zhaneta Byberin. Faleminderit Flori. Mirëmbrëma gjithë. Është kënaqësi të jemi bashkë sonte në këtë show. Unë Flori kam ndjekur vetë vajzat në çdo xhirim dhe provë që ato kanë pasur. Unë them ato janë vërtet të bukura dhe mjaft të reja në moshë. Ato janë nga gjithë Shqipëria, janë bjonde, brune, me sy shumë të bukur. Vajza, keni emocione? E në fakt, Normal që po. emocione kemi të gjithë, Zhaneta. Nga njëherë është interesant fakti se sa shumë ka rëndësi pjesëmarrja, pra vajzat që marrin pjesë në një mis, po aq rëndësi ka edhe juria, pra personalitetet që do të zgjedhin më të bukurën e kësaj nate. Kështu që unë do të kisha kënaqësi të prezantoja ata për ju, një nga një dhe do të fillojmë me të parë. Armina Mevlani, Miss World Albania 2009. Është një ndër bloggerët dhe influencueset më të njohura të modës me mira ndjekës të Instagram. Imazhi i saj u përzgjodh në shtator 2015 nga Dolce Gabbana për të promovuar linjën e tyre të make-up. Media dhe arti janë fushat ku ka zgjedhur të jap kontributin e saj. Përshëndetje Armina. Ko vajza, mund të vazhdoni me jetën tuaj. Faleminderit vajza. Santo Barilla. Kuruesi veshjeve të yjeve botërore si orëndrejtësi zvicerian Frank Müller apo futbollistit Samuel Eto'o. Ai jeton dhe punon në zemër të modës italiane dhe botërore Milano. Stili dhe eleganca janë stili, eleganca dhe kreativiteti veçantë e kanë bërë sot një nga emrat më të njohur në fushën e stilimit. Dhe nëse keni dyshime për punën e Santos, mjafton të jidhni një sy kostumit tim. Grazie amico mio Santo. Lodiana Shala, njihet si atletja shqiptare që ka thyer më shumë rekorde kombëtare dhe ka fituar më shumë medalje. Rekordmeni absolute në 50, 100, 200 dhe 400 metra. Sa metra pas ke vrapuar o Klodi? Ka përvajsuar Shqipërinë në 3 lojra olimpike, Sydney 2000, Athinë 2004 dhe Pekin 2008. Një duartrokitje për Klodin. Ledjo Musabelliu, sipërmarrës, ai është një bashkëpunëtor i ngushtë i produksionit jo vetëm në Miss Universe, por edhe në aktivitetet tjera të realizuara nga VIP Albania. Duke qenë një personazh me shihet holl, ai është në palenën e jurisë për të dytin vit të radhazit si përfaqësues i produksionit në vlerësimin dhe përzgjedhjen e vajzës që do të përfaqësojë Shqipërinë në Miss Universe 2017. Jerina Lalaj, drejtoresh marketingu në Vision Plus, ka zgjedhur të studiojë Danten, Petrarkën, Boccaccion, që e kanë bërë të jetë një adhuruese e të bukurës, udhëtimeve, artit, modës dhe kinemas. Gjatë këtyre 20 viteve i është dedikuar zhvillimit dhe menaxhimit të bizneseve, duke ju dedikuar tërësisht marketingut në media. Agnesa Vuthaj, Miss World 2004 dhe Miss Universe Albania 2005. Ka qenë e vetmja bukuroshe Miss Kosova që është pritur nga presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova. Ka studuar shkenca politike dhe është presidente e Miss Kosova. Izmir Smajlaj, kampioni i Evropës në kërcim së gjati dhe në 3 hapësh. Ai u shpall kampion në garën e sallave të mbyllura, të zhvilluara në Serbi në mars të këtij viti, duke thyer rekordi kombëtar të mbajtur më herët prej vet atij me kërcimin 7 metra e 98 centimetra. Duartrokitje për Izmirin, sa fola o Zhaneta. I përshëndesim të gjithë anëtarët e jurisë dhe urojmë që punën ta keni sa më të lehtë sonte, edhe pse nuk shpresoj shumë. Ndër 4 karakteristika që anëtarët e jurisë shohin, zakonisht më kryesorja është vetbesimi. Pra një vajzë që mban shpatulla drejt, mjekër lart dhe një vështrim direkte në sy. Të shohim se si do ja dalin ban vajzat sonte. Dhe për thënë të vërtetën,
rruga që kanë bërë miset për të ardhur deri në këtë pikë ka qenë shumë e madhe, duke qenë se kanë qenë 3 muaj shumë të vështirë për ta, për të mësuar të ecur, për të folur, për të dalë në publik, ka qenë mbushur plot me photoshooting, me xhirime. Dhe ato nuk kanë qenë vetëm në fakt, kanë pasur 4 mentorë të cilët i kanë mbështetur nga ana emocionale dhe nga ajo profesionale. Kështu që unë do doja t'i ftoja në sken për të ndarë një bisedë shumë të shkurtër me ta, Gjensila Pere, Fioral Batizdari, Marcel Seitaj dhe Redi Roshi. Mirë se erdhët, mirëmbrëma. Atëherë, Gjensila Pere, Miss World Albania, Miss Exclusive of the World. Çfarë të bëri më shumë përshtypje gjatë gjithë punës që ke bërë me vajzat? Pjesa më e madhe e vajzave ishte për herë të parë në një kompeticion bukurie, pra ishte eksperjenca e tyre e parë. Ajo që më bëri përshtypje ishte se gjithsecila mendonte se ishte më e mira. Për të jemi realist, bukuria nuk është thjesht perfekt. I bukur është besimi. Besimi në karizmën dhe në karakterin tënd. Edhe thoni pastaj që s'din të flasin miset. Marcel Seitaj, fotomodel. Ti gjithmonë ke qenë në ndrejtimin e fotografëve dhe drejtuesve artistik. Ishte hera e parë që drejtoje një grup? Kjo ishte hera e parë që drejtoja një grup dhe interesante shoh faktin që deri dje unë si model kërkoja gjithmonë fokusin e dizajnerëve tuaj dhe klientëve dhe këtë radhë vëmendje ishte gjithë ke unë për faktin që vetë vajzat kërkonin gjithmonë, tregonin si dola sot, gjithmonë kërkonin opinionin tim dhe kjo e bëri lidhet mrekullueshme punë midis meje dhe vajzave të grupit tim. Faktikisht kjo është për të vlerësuar pasi kur bashkëpunon çdo gjë shkon për mrekullim me vajzat. Fioral Batizdari, Miss Universe Albania. Fioral, tani ti e di se ke qenë një fituese vetë. Cila është karakteristika që një Miss duhet të ketë më tepër parasysh? Pra çfarë duhet bëjmë tepër? Të qeshi, të spërdridhet? Unë mendoj që një Miss duhet jetë e zgjuar, që t'jetë komplet, t'jetë charmante, t'ketë klas, t'i ketë gjitha gjërat nga pak. Pa diskutim që unë i them gjithë vajzave gjithmonë që një Miss duhet buzëqeshi, kështu që një ndër gjërat kryesore të pakta në skenës që ato duhet janë shumë pozitive dhe të qeshin përballë jush gjithmonë. Pra buzëqeshja sipas teje është çelësi i suksesit. Buzëqeshni vajza dhe jo vetëm kur bëheni mise. Redi Roshi, mirëmbrëma. Redi, sot anëtarët e jurisë do të shohin edhe aftësinë që kanë vajzat për të përgjigjur. Si mendon ti që do e përballojnë ato këtë gjë? Për gozat e mia nuk kam fare frikë njerë, pasi kam stërvitur shumë mirë dhe për gozat e tjera edhe mentorët e tjerë kanë bërë një punë shumë të mirë. Atyre ka ikur emocionet, e njohin kamerën shumë mirë, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi të vështirësie dhe bile shpresoj që në një të ardhme t'i takoj sërish por si kolege kësaj radhe dhe jo si kandidate për Miss Universe. Më vjen mirë, uroj suksese vajzave të gjithë mentorëve. Ju falenderojmë shumë ndërkohë për punën e gjatë që keni bërë me vajzat. Do t'ju ftoja të rini me mua ndërkohë që unë bëj disa lajmërime të vogla dhe pastaj do të kalojmë në publicitet. Vetëm pas pak do të shohim një sfilat me veshje mbrëmje nga Giovanni, brendi që vesh yjet e Hollywoodit e sjell në Tiranë vetëm nëpërmjet Elizabeth. Dhe kjo do të shoqërohet nga një performancë e një zëri fantastik, e divës të muzikës shqiptare, Manjola në Albani. Përpara se ndahemi bashkë, duhet të falenderoj shpejt disa sponsora dhe dalim në publicitet. Klinika de Paris, Mercedes-Benz, Altar, Golf, Albanian Star Hotel Harmonia, Olea Residence, Repeat Fitness, Frida, Floral Fantasy në hyrje të bllokut. Faleminderit shumë që na ndiqni ka publicitet, kthehemi pas pak me tjera surpriza.